për vendosjen e busit dëshmori të arsimit shqip në Maqedoni, Abdul Selam Eminit. Busi do të shpaloset në 12 vjetorin e rënjes së tij më 17 shkurt, kur në organizim të Unionit të Studentëve Shqiptar në Maqedoni do të vizitohet edhe objekti në fshatin Poroj, ku mbajten ligjëratat e para të Universitetit të Tetovës, si dhe do të organizohet akademi solene. Në ditën e fundit të nëntorit të kaluar, në rësit të vogël me iniciativë të Unionit të Studentëve Shqiptar, u vendos vërthemeri për vendosjen e kursit të dëshmorit të parë të arsimit shqip në Maqedoni, Abdul Selam Eminit. Aktivitetet për vendosjen e kursit janë në përfundim të sipër dhe pritet që më 17 shkurt. Në 12 vjetorin e rënjes, kursi Abdul Selam Eminit të vendoset në hapësirën para Fakultetit të Arteve. Unë jemi në fazën të funditare, gjitha punët i kemi të krime, tash jemi në fazën ku duke përgatit manifestimin, a ditë ku do të bëhet zbulimi i busit, mendojmë që me 17 këtë dy festa, të ketë këtu zbulimi i busit, të vizitohet Poroj, shati Poroj, edhe në pas 1 ose 2 ditësh të jetë akademia përkujtimore, që do të bëhet mendojmë nga Pallatin e Kulturës. Me atë që kemë lehtë, do më thonë e kemë kryer punët tonë, nuk i kemë jetë ata që duhet të mlevin, mirë po zemërgjësia e afarit dhe popullit e ka bërë që ne do të thonë ta kryejmë këtë në kohë dhe me shumë përgjegjësi. Autori i bursit është profesori universitar Mina Yahiu, i cili thotë se punimi i bursit i është qasur me mjaft për pushtim. Dhe në këtë mënyrë është munduar që të japë kontributin e tij për dëshmorin e arsimit. Questa tu contribui dhe studentëve, përka ideja e tyre se basa vite su kujtohu ta bëjnë një bus, edhe kemi vendosur ta bëjmë kështu pama pasisha do fundohet ajo ose jo. Me disa zime, mu duke ide e mirë, edhe kam bërë busin në përfundime, punët kam përfundu kësisht, busë kësi në dronë, presin të afrohet pak data, në 17 vjetorët në pas zbulimi, sëlem, po para praktikme të të vendosin të busin, edhe kështu, kjo punë kam konë më të këtë taj, më ndërë se mirë, jam shkutlitisht, e kam përka shumë këtë ide studentën, se më duke shumë mirë, edhe bunë të ave, nuk për më vejtë të njërë se atë të më pagunë, Allah dhe qafë kështu. Më 17 shkurt, përpos shpalimit të bursit të Abdul Selam Eminit, do të vizitohet edhe objekti në Poroj, ku zhvillohen ligjëratat e para të Universitetit të Tetovës, si dhe do të organizohet akademi solene me rastin e 15 vjetorit të fillimit të ligjëratave në këtë universitet.